Diaspora me sy në Kosovën. Kjo është gjendja në pikat kufitare. Prej disa ditësh një numër i madh i bashkëdhetarëve nga diaspora kanë me sy Kosovën për të kaluar pushimet verore në vendlindje. Fluksi i shtuar i qytetarëve ka shkaktuar pritje dhe kolona në disa pika kufitare të vendit. Sipas të dhënave të qendrës kombëtare për menaxhimin kufitar, pritjet më të gjata janë shënuar në pikën kufitare dhe u i bardh, ndërsa kolonat arrin deri në 150 metra. Ndërkohë në pika tjera kufitare situata paraqitet më e qetë me pritje që variojnë nga 3 deri në 15 minuta, varësisht nga fluksi i automjeteve dhe orari i udhëtimit. Ditë më parë, shumë bashkëdhetar protestuan për pritje të gjata në kufirin Kroaci Mali i Zi. Përveç ndikimit në qarkullimin dhe pikat kufitare, ardha e diasporës ka një rol të rëndësishëm në ekonominë vendore. Bashkëdhetarët konsiderohen një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik, pasi përmes shpenzimeve, investimeve dhe remitencave kontribuojnë drejt për drejt në rritjen e konsumit, mbështetjen e bizneseve lokale dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Gjatë sezonit veror rritet ndjeshëm qarkullimi në sektor si gastronomia, hoteleria, tregtia dhe shërbimet, duke e bërë diasporën një faktor kyç për stabilitetin ekonomik të vendit. Institucionet përgjegjëse kanë bërë thirrje për durim dhe mirëkuptim nga qytetarët, duke theksuar se janë duke u ndërmarrë masa për lehtësimin e qarkullimit dhe menaxhimin sa më efikas të fluksit në pikat kufitare.